shpallur mbret, nuk e themi ne këtë, nuk e thot ai vet, po ka filluar të prezantohet kështu anë kënd VIP-ave të botës. Ishte për finalen e Championsit, do thoni ju, si ka mundësi që ishte bënte nga 30.000 euro bileta, por nuk ka rëndësi. Ju nuk i keni ato lek, ai ka ato për te zona ultra VIP, ka takuar Nusretin e famshëm që e hedh kripën me bryl. Ka takuar edhe një youtuber të famshëm, sigurisht rastësisht të gjitha këto pjesë e propagandës. Por do i marrim gjitha me radhë, miq të dashur, unë them fillojmë nga zhvillimet kryesore që na përcjell redaksia e informacionit në këto çaste për të bërë një përmbledhje të situatës deri në këto çaste. Tuneli Skërficës, që lidh dy anët e rrugës me zonës e Gjirokastrës dhe Delvinës, çdo ditë rrezikon qytetarët që qarkullojnë në këtë aks. Ndërtimi i kësaj nyje rrugore ka glabëruar më shumë se 140 milionë euro, por siguria në të është inekzistente. Tuneli Skërficës ka një gjatësi prej 1.3 kilometrash, por autoriteti rrugor shqiptar dhe Ministria e Infrastrukturës nuk ka ndërtuar asnjë stacion zjarfikës, ndonse ligji e parashikon që pranë çdo tuneli duhet të jenë të stacionuar edhe forca zjarfikëse. Kjo gjë nuk ndodh në këtë aks mjaft problematik që rrezikon të kthehet në një tragjedi. Ekzekutimi i Pjetër Kazës ditën e dielme sa duket është vazhdimi i një historie gjakmarrje 30 vjeçare midis fiseve Kaza dhe Gjini, që ka nisur që prej vitit 1994. Në mirëditë, në 7 janar të këtij viti u ekzekutua shefi i krimeve Ndue Kaza. Pak vite më vonë, në 97-ën, Martin Kaza vrau në laç dot dhe Agustin Gjinin, të cilët i akuzonte se i kishin ekzekutuar të vllain. Në prill 24 u ekzekutua në Bruksel Agustin Kaza dhe ditën e djeshme 57 vjeçari Pjetër Kaza. Turistët në Vlorë dhe banorët e zonës rrezikojnë të preken nga infeksionet për shkak të kanaleve të papastruara në qytet. Banorët thonë se mospastrimi i kanaleve kulluese nga bashkia prej vitesh ndot mjedisin dhe favorizon shtimin masiv të insekteve, duke ndikuar në përhapjen e sëmundjeve të ndryshme. Ata kërkojnë nga bashkia të merren masa për pastrimin e tyre. Organizatat dhe aktivistët për të drejtat e refugjatëve protestuan për vetvrasjen e emigrantit maroken në Itali pas më shumë se një muaj qëndrim në kampin e Gjadrit në Lezhë. Aktivistët zhvilluan omazhe për të ndjerë në ambientet e kampit, teksa denoncuan kushtet njerëzore në të cilat mbahen emigrantët. Ata bën thirrje për hetim të pavarur për rastin e 42 vjeçarit, ndërsa denoncuan raste të tjera incidentesh që ndodhin çdo ditë brenda kësaj strukture. Sekretare për marrëdhëniet me publikun në Partinë e Lirisë, Arla Meria, deklaroi se raporti i fundit i Bankës Botërore konfirmon që shumica dërmuese e shqiptarëve jetojnë në kushtet e varfërisë të braktisur nga qeveria. Meria akuzoi qeverinë se në vend politikave mbështetëse për shtresat e nevojë, shpenzon vetëm për projekte luksi, duke krijuar një ndarje të rrezikshme sociale. Sipas saj, miliona euro harxhohen për fasada, ndërkohë që mijëra familje jetojnë pa energji, pa ngrohje dhe pa ushqim. U shëmbën brenda natës së djeshme në rajonet ruse afër kufirit me Ukrainën, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 7 personave dhe plagosin e 10 të tjerëve, pasi një ura mbi një tren pasagjerësh në Briansk dhe një tjetër u shëm në Zhelengorsk, duke çuar në dalje nga shinat e një lokomotive dhe shpërthimin e një zjarri. Hetimet janë në zhvillim për të zbuluar shkaqet e shëmbjeve. Dakord, miq të dashur, vazhdojnë problemet dhe përplasjet për rinumërimet e ndryshme dhe certifikimin e rezultatit zgjedhor. Ende zgjedhjet e 11 majit janë të pacertifikuara dhe duket se kanë filluar të fakt të lëvizin edhe opozitarët e diasporës, veçanërisht nga Selaniku, por do të flasim pas pak për këtë. Unë do doja t'ju mirëprisja nëpërmjet mesazheve dhe telefonatave tuaja për çështjen shumë të çuditshme që sikur nuk po na duket aq serioze, sikur na duket aq e frikshme. Megjithatë të çojmë telefonata se ç'tot. Alo, mirëmëngjes. Atëre përshëndetje zoti Flavio, përshëndetje gjithë shqiptarëve, respekte për emisionin tonë. Emisioni është i joni o burçke. Po stop 24 orë ndjek vetëm kanalin tuaj. Me thënë të drejtën, më vjen keq që me 1001 gabime që këto ndodhen, që Belin Këlliçi, Adriana Kalaja,
Sonila Meço, të gazetarët tuaj i kanë quar në SPAK dhe i SPAK-u është unë do bëj 2 përgjigje. Zoti Flavo duke më dëgjuar gjithë demokratët që kanë 12 vjet janë në rrugë. Dëgjoj, kemi vendosur që shtëpinë tonë e duam ne. Tani në qoftë se ti më ndihmon një herë do më ndihmon që herën e dytë, nuk më ndihmon dot, nuk më jep dot bukë. Një, unë kisha një mendim zoti Flavo, po shpreh gjithë shqiptarëve, gjithë demokratëve, gjithë atyre që duan demokracinë. Një, në qoftë se tani zgjedhjet dihet që vodhën, dihet që manipuluan, dihet që masakruan, dihet që i pa ndërkombëtarët, dihet që i pa gjithë bota, dihet që këto zgjedhje janë jashtë mode për mua, nuk ka zgjedhje me Edi Ramën. Këtë unë kam thënë. Unë do them 2 gjëra para shqiptarëve tani, se çfarë do them më dëgjove me vëmendje. Një, dosjet që janë palosur dhe janë 1000 dosje në qoftë se me fakte, me argumente, ma bini një ditë kryeministrin e Shqipërisë para ekranit tuaj dhe t'i jap me fakte, me argumente çdo gjë. Në qoftë se janë reale, Flavio, kanali juaj do mbyllet. Më dëgjon? E kuptoj. Po janë fakte dhe argumente e para, e thash, kjo të shqiptarët duhet të dalin ke SPAK-u. Atje te SPAK-u, ke Altin Dumani të edhin në erë SPAK-u, në para. E dyta para kryeministrisë, u bëj thirrje publike. Si djalë qytetar, si djalë të Pelenas, si vllai juaj, si demokrat i viteve 80 nga ëndrat e prindve të mi që dëgjojsha zërin e Amerikës dhe atë Amerikë të trishtuar, akoma s'po e dëgjoj se ka dhënë certifikimin, po një certifikim falso nga ambasada amerikane këtu në Shqipëri, po them dhe një gjë. Më dëgjon Flavio? Po sigurisht. Më dëgjoj me respekt, më mbyll pak telefonin se ka marrë kokë, më ka hedhur dikush një ofertë, se s'kam lek për ta mbushur ofertën. Më dëgjoj. Tani, po të them dhe një herë, po kini gjak dhe ndjenja shqiptari. Unë dëgjoj për dita stop 24 orë. E dëgjoj emisionin Plug, i dëgjoj tragamimet, po çfarë bëhet më Flavio? Tani ai do bëhet, do ta bënin mbretat, juve i dhat mandatin e 4, tani edhe një herë. Po them shqiptarëve, po them demokratëve, po them socialistëve të ndeshëm, pensionistëve, atyre që i mashtroj, doli pa program, doli pa interes, doli pa gjë, zgënjeu, të fali tëra jobët jashtë kushtetutës, jashtë çdo gjë, ngriti numrin e administratës, ngriti bëri të gjitha, i ka bërë X baras me të gjitha, tani çfarë do bëhet o vëlla tani? Shtëpina do ta ndërtoj unë apo ti? Do na ndërtojmë ne shqiptarët të parë, ta ndërtojmë ne apo do vi Amerika? Atëherë të thash, e para SPAK-ut, jo një ditë, jo 2 ditë, jo 2 muaj, jo 3 muaj, para kryeministrisë derisa në rrëzimin e këtij përbindshi, këtij diktatori Stalingrad që kurse ka parë historia Flavio. Diktator. Faleminderit ty për telefonatën, e përshëndesim zotrin. Me që jemi te diktatori jon luksoz, është luksoz, miq të dashur, sigurisht ka kaluar një fundjavë shumë, si do thoshte Breziri, shumë nice, të shtunën për qef, të premten për qef, të dielën një shishe verë nga jo e dini që kam unë qef, 33.600 euro, por ma nxirrni pak me foto dhe video, urdhëro, tash mirë që ka qenë ke finalja Champions League-s, mirë që ka qenë te zona Ultra VIP, ku ishin vetëm legjendat e futbollit edhe nuk di, sheikët e kësaj bote, sepse ekipin e Paris Saint-Germain e ka një sheik, dhe ishte edhe ky sheiku i vendit më të varfër në botë aty. Po shive çfarë thot Nusreti, bëj pak zoom poshtë. Ma sill pak zoomin. Bëj pak zoom te strisha sepse më duket se ka filluar një periudhë e frikshme. Më duket, ende nuk e kemi zyrtare, po më duket se ky Toni ka filluar i thot botës që nuk është kryeministri i Shqipërisë. Ka filluar i thot botës që është mbreti i Shqipërisë, sepse po kontrolloja profilin e Nusretit dhe me çdo që kishte dalë në foto apo që ishte në foto, qoftë edhe rastësisht, Nusreti kishte manin që të specifikonte në mënyrë shumë të qartë titullin e personit, por për Edi Ramën nuk thot kryeministri i Shqipërisë, qoftë edhe kryeministri më i mirë i gjitha kohërave që ka pasur në Shqipëri, thot është më shumë se një mbret Edi Rama. Pra nuk është një mbret i zakonshëm. Se këta nuk e kanë as kështu si kompliment, si që kemi ne king, o mret, nuk e kanë as për ëmbëlsi, është më shumë se një mbret i zakonshëm Edi Rama. Pra, që është mbret nuk diskutohet, po ndryshe nga mbretërit e tjerë, Edi Rama është më lartë,
ma nalë, si që thoshte ulu si manja, ma nalë si mret, ma nalë, nuk e di qëlloj mbreti, do jetë nga këto mbretërit e kryqëzatave si Rikard Zemër Luani, ndoshta qa nuk pret nga ky, ka takuar dhe atë I Show Speedin, e kemi atë video me Speedin, apo kemi foto? Ta shovim qik të premten që rrinte e shionte me shoqni, e shovim më mirë. I missed you. It's been a long time since we've seen each other. You still doing good? Yes. Yes, sir. Hey, I miss Albania. I gotta go back to Albania. You hear me? I gotta go back to Albania. Soon, like this summer, I gotta go back. You down for that? Yeah, this summer. I need to go back to Albania. Huh? Yeah. I met you. Know how much we support Albania online almost every time. I love it every time. Yes. Let's serve Albania, baby. Ky takim ka që i për zemërt ku flasin për pushime në Shqipëri. Ja që nuk është daqë rastësore, se ka dal video, jo për gjë, po ky I Show Speedy është live gjithkohësër, nuk ka asgjë rastësore, dhe dikush shumë i vëmendshëm e ka nxjerrë atë videon. Ç'a ndodhte para se takonte Edi Ramën, i shoqëruar nga djali i kryeministrit dhe asistenti e kryeministrit që e orienton, e çon me shumë kujdes, urdhro, e kemi dhe me audio. Është video poshtë, miq të dashur, është kjo këtu poshtë. Shihni kur e orienton ajo. E merr atje në mes të sallës. Ja dhe djali i kryeministrit. Okay, bet. I missed you. It's been a long time since we've seen each other. Where he at? He up there? He's still doing good? How do I get up there? I can take up there. Hey, okay, after the game. I gotta go back to Albania. Yeah. You hear me? Yeah, you want to stream right now. Say what's up to the kid. Say what's up to the kid, y'all. Say what's up to the kid. Right now. I think I'm missing. Me rastësia mbreti botës, dakord fare e sajuar. Atë me ca mesazhe, apo do presim telefonat tjetër, se keni agjendën e regjia, se ju keni agjendën tuaj, bëni emisionin tuaj. Ma thoni? E qartë. Të vazhdojmë me mesazhe. Mirëmëngjes, unë nuk merrem me këto rrjete sociale, Facebook, Instagram, TikTok. Por më pëlqeu Vrenoze, e dëgjova në një emision, tha si nuk doli një nga këta të PD-s, kërkoi falje që i than simpatizantëve do fitojmë. Çfarë do bëj Rama është. Ne nuk e dim rezultatin e vërtet, më. Ta dim njëherë. Por pse nuk e thoni njëherë? Kaq është rezultati i vërtet. Ta dim si është vullneti i vërtet i shqiptarëve, po përderisa nuk e kemi, nuk kam përshtypjen se ne bëjmë dot analizën mbi ato baza, por sidoqoftë ta vazhdojmë mesazhin. Ne do fitojmë çfarë do të bëj Rama është vërtet, por ne që shkruajmë këtu SMS-t nuk duhet që të lexohen si poezi sa për të bërë emision, por duhet të shqyrtohen diku dhe të merret një konkluzion nga këto të PD-s. Jemi shumë të nervozuar, jemi bërë për valium. As gjumës për nazë, ciao. E vërtet është pak e trisht situata, po është më e trisht situata për ata njerëz që kanë pritur që minimumi jetik të shpallej me ligj dhe të certifikohej si mbi 200 euro. Aty ata po nuk i zë gjumi. Këto tjerat janë një qik edhe tifozëri. Si ka mundësi që ky popull ankohet se dy partitë mëdha i kanë vjetur për 35 vjet dhe nuk votojnë partitë e reja? E çuditshme. Ndoshta kanë dyshime ke partitë e reja. Lëvizja Bashkë po na del që është çik parti gati komuniste në mënyrën e veprimit, një nga aktivistët e vet kryesor kishte bërë një letër denoncuese dje e shplante Arlind Qorrin. Këte nga Tiku me Shabanin kanë ca probleme tjera shumë simpatike. Ai goshe me gjithatë kështu si me të qeshur, si pa të qeshur, i bën 100 cami vota ata, kështu që ja u votuan partitë e reja. Po si do ja bëjnë këta që duan të votojnë partitë e vjetra? Edhe mbi të gjitha si do ja bëjmë atyre që e kanë për detyrë të votojnë mazhorancën?
Asaj në si dhe bëjmë. Mirëmëngjes Flavio, kur e bën me pasion që duam eurot. E ka fjallin për policinë vullnetare të Ramës, ky është mesazhi i parë për temën. Policia vullnetare e Ramës, dhe t'ju them dhe një informacion, nuk do jenë pa pagesë. Quhet vullnetare, po për çdo gjë që do bëjnë, do paguajnë. Sigurisht nga lekët tuaja, se që ne nga të mijat. Mirëmëngjes Flavio, të uroj një ditë të mbarë. Kemi një problem në bashkinë Tepelen, kemi mbledhur 51 firma për shkarkimin e kryeplakut në Ormov, sepse nuk ka as arsimin përkatës, mos them as 8 vjeçaren. Kemi shkuar në bashki, nuk na përfill njëri. Këtë kryeplak e mban administratori i komunës, Leonida Shumeli, po keni mundësi na dërgoni një gazetar. E kemi përcjell ke gazetarët tanë dhe besoj do ju kontaktojnë me urgjencë. Përshëndetje Flavio, Policia Vullnetare e Ramës baraz rilindje e afijeve të kohës së diktaturës. Afije. Si e kishin ato? AGBV apo AG grupi? AGVB, do ta verifikoj pak nëse nuk ka bëj me akronimin, por me siguri ndonjëri nga ju që e mban mend mirë do ma shkruaj në këto momente. Mirëmëngjes Flavio, diktatura nuk ka brirë, kështu është. Pasi ky popull fle, mirë na bën. Po çau popull, çau, ta heqim se po na pin edhe atë pak gjak që ka mbetur. Ndërkohë, mirëmëngjes, një gjë më bën përshtypje se si kryeministri e gjen në disa muaj para votimeve se sa mandate do marrë. Për çudi bie në kokë gjetjes së mandateve. Këtë gjë në për ndeshjet Sajume kur kanë ble arbitrin, si që ka qenë ai ndeshje e botrorit Itali-Kore, si tani e mbaj mend atë arbitrin Moreno, që pas pak kohësh brenda atij viti më duket e kapën edhe mja 3 kg kokainë të pastër në aeroport. Për një sekundë se mos i ka pa lexuar. Mirëmëngjes Flavio, po gëzuar festën e fëmijëve, po policët vullnetar do jenë ata policët 1200 lekëshit e asaj kohe edhe një pjesë e spionave tanishëm të bufit rilindjes të quajtur Edvin Rama. Po edhe një tjetër temë për Ermal Dredhen, që gjitha fondet e bashkisë çojnë fushatën e rilindjes, po Dumani që po pret urdhrat e Edvinit, respekte për stafin e Syrit. Po tash ca lek do jarxhoja. Mirëmëngjes Syri, siç e ka thënë përmetari i zgjuar Ziso Vangjeli, që vdiq në burgjet komuniste, që do vi një ditë që komunizma do bjerë, por pushtetin do ta marrin hibridët dhe do ta mbajnë me dekada. Çelësi mbajtjes së pushtetit janë drejtësia dhe policia. Këta dëmbel të lindur e vetëm punë që bëjnë është vetëm pushteti. E bukur, kjo shumë doj talent, edhe ajo punë. Vazhdojmë me telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje Flavio. A rregulloj në numrin aty të sigla keni 069 Alo? 069 27 22 272. Po ke gabim aty të sigla them në televizor. Po që ke drejt. Po, tjetra që vazhdojmë shumë. Ky popull është viktim që nga koha e Zogit që ka pushtet. Popull s'ka, po, edhe Zogi ka me këtë popull. Zogi i ka mbledh florinin popullit, e u ka dhënë frang letre. Dhe mas i vitit s'kanë gjenë zëtë morin as, si ku i thënë që mu përpora një mil. E para, e dyta kështohen vërhoqa, duke i vërho tjere, duke masakru popullin, njerëzit duke duar trakit për parti. Kështohen edhe dirama, ju e filimor të vogël, ky popull lën në 100 vite i lakrori thomë në tanat tona. Popull viktim, kjo popull i lodhën. Kjo është i marrun. Për i diçka konkrete veç momentale ky gëzohet, s'më më gjatë. Dakord, faleminderit zotëri për mesazhin tuaj. Ndërkohë do vazhdojmë me ca foto, më vinë në këto çaste nga Minepeza. I ke gati regjia? Ka filluar në këtë mëngjes të freskët dhe të bukur veror, se kemi hyrë zyrtarisht në stinën e verës, në këtë qershor, radha, të lutem pak me fotot e radhës, edhe jam pamje të trishta për një vend me standarde europiane si ky joni, radha e pensionit, në shtatë janë bërë fotot, po nuk më duket se kur sapo janë mbledhur ata, duket që kanë një copë here aty. E trisht, sa më s'kam, miq të dashur, do të ketë dhe i foto tjetër më duket me sa më dërguan. Radha e pensionit Flavio më thoshin
është edhe foto ke drejtë, e pa transmetueshme. Shumë e bukur ajo. Megjithatë nuk kemi çfarë bëjmë njerëz, këto janë pamjet nga Tirana në këto çaste. Ne do të vazhdojmë me tjera mesazhe. Mirëmëngjes Flavio, Dumani zbarkon Gjirokastër, 5D-ja të Pelenës merr arratin, Tërmeti ka humbur si spata pa bisht, do i kërkoj Ramovicit tek njerëzit e humbur. La mandat, la urën e leklit, iku vlla, iku s'pranoj gjë. Ja la do biçi në derë rilindje. Se më do e pranoj në një gjë të vogël ai tash se kështu fare pa gjë nuk do e lë. Rama nuk është mbret, por shefi i Kamoros, policia vullnetare, patronazhist me pistolet. Ajo është pak dangerous, më kujtohet kur shkoi Ledina Çelo në Eurovision dhe tha dangerous. Mirëmëngjes, policia vullnetare e Ramës, më kujton ata 1200 që ishin konton që na gjurmonin se çfarë po bënim dhe po flisnim për partinë e për të madhin. Se mos gëzoni flisnim më për të madhin, pasi VKM-ja kaloi, po ja sa të mblidhen çunat. Buongiorno Flavio, ne votuam, ata i numëruan. Votat nga diaspora janë varrosur nga Celibashi. Rregullat e votës tonë duhen ndryshuar. Ne po përgatisim protest para parlamentit italian. Mos ta mendoj Rama se ne do dorëzohemi. Do ndërtojmë në çdo cep të Italisë degë dhe sekretariatet tona ose sektorët. Këto zgjedhje, seksionet, mendoj se për atë ka pasur. Këto zgjedhje maskarad do t'i hajnë kokën. Okej. Antarët e grupit vullnetar, vazhdojmë me telefonat, po, ajo, AGV-ja. Vazhdojmë me telefonat, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Përshëndetje. Po, zotri. Sa për temën që keni vend në ekran, Po. nuk e ndan asgjë nga 1200 të sigurimit të shtetit. Edhe ata vullnetarë qushin, po. Ore, për brezin e ri që si ka arritur, qa bënin ata? Ata gjemën bënin. Kështu që nuk do shumë komente policia vullnetare, sepse ata emrin mund ta kenë ashtu, ndërsa pagjen e kanë në mënyrë të fshehtë siç e kishin ata. Megjithatë, Flavio, këto duhet të dim një gjë që për kushtet u shkatërua ky shtet. Po. Vetë si e mbajmë pushtetin kështu do ta bëjmë. Dhe si bën syri tërë. Sepse është niveli i ulët i këtij populli. Por një përgjegjësi të madhe. Për mendimin tim, 3 janë shkaktarë të kësaj 4 ure që po ndodh në Shqipëri. I pari është kryeministri, i cili duhet të organizojë me kushtetutë të zgjedhje të lira e ndershme, por ai i shkatron fare ato. E dyta spaku që presëm, e kam thënë një herë, ne dalë kikia të na i mbushëm mendje se sa shqiptarë e vlerësojnë spakun. Dhe e treta është komisioneri shtetëror, i cili përdaja opozita duhet i bëjë një padi atje në organet e drejtësisë, pavarësisht se mos në shkohet, por le të jetë padi atje, sepse era hy po shkatron. Unë do t'i them një argument. Kur ajo gruaja vajzë qarishte atje në Selenik që regjistronte emrin që zasë, dhe kur opozita i tha këtij që po bëhet kjo e kjo, ai i tha partive, po kanë probleme të drejtojnë drejtësisë, por jo më zotëri se ato nuk folën partive, folën emrin tënd. Dhe ti duhet të bësh padi cili janë këta njerëz që flasën në emrin tënd. Po është rregulli i tyre, por një gjë duhet të them që për këtë po e sjellën dhe ndërkombëtar. Disa do më falin çika, disa kohë përpara na jepni një kokë kurse në Autin. Ajo si vija e saj ishte blozë fare se vinte si prostitutë kishte në jetën e saj. Më vonë na erdhi një soreke. Dhe ai pa pikturin ditë kishin e mezit një gave në Tiranë. Na erdhi ajo ambasadori amerikane, një grua e divorcuar. Po. Turpi botës vinde nga bende plasën nga vlora, jetë bende nga të desh, por ki parasysh me qëra si vivinte njeri që s'kish familjen e së. Na erdhi ky Gonzale, asje ka emri ky, dhe na bërin deklaratë që isha martuar me një grua, por e lasha të kisha 2 vajza dhe u martova me një kurë. Po arruan të pyesën ata njerëzit që ndoveshin atje sa fëmijë ka me martesën e dytë. A e shihni çfarë njerëz vinë këtu më Flavio apo jo? Po këta apela më që ky popull më duket se është ata bukë dhe më pak për shpeje mbi ta kasa. Për kaq është ky popull, po duhet të ngrihet atë në Tiranë të shporte këta nga vendi. Unë jam në një fshat. Dhe me këta pëse që kam, në qoftë, kam qenë shumë kohë në fshati, 25 vjetë, një fshat të majtë. Në qoftë se ajo Gonzale do vinte këtu në fshat, dhe të thosh ato fjalë do mbit në fshat të përzinja me yje.
Po këta do na japën leksione për demokraci edhe për moral, më Flavio. Po këta janë më të po shkatrojnë këtë popull me të fle. Faleminderit që më dëgjove, po kështu nuk mund të shkohet me. Dakor. E vërtet është, po ja që ka dhe një kontekst ndonjëherë ku ndodhin gjërat. Mirëmëngjes Flavio, duke planuar të na vitin zgjedhjet, kemi planuar të jetojmë diktaturë. Tur për mbi 500.000 pensionistët e vendim sociale që na vëllën të drejtën për pension dhe minimum jetik 200 euro, që ishte pjesë e premtimit të opozitës. Diktatorat nuk rrëzohen me fjalë, fjalët janë për të gënjur veten. Kalofsh mirë. Çfarë ti thot Flavio? Mirëmëngjes, policia që do bëj Rama ka qenë më përpara, janë ata fuksat që spiononin parti, po thoje nuk ka presh në dyqan. Dhe haje 10 vjet burg. Kështë i batut, po s'është për emision mëngjesi. Mirëmëngjes, Flavio ju shkruaj nga Franca. Ku është populli shqiptar që nuk mbushin sheshet kundër kësaj diktature që mbolli diktatori Kristaqit sot në 2025-ën marrë për kombin ton. Janë ende çik të tronditur në fakt nga rezultati. Ky nuk rrezohet as me qeveri teknike, do largohet nga aty siç u largua Fatos Nana. Nuk ka mënyrë tjetër. Se Tosi është largu 3 herë. Herë shkoi në Burg, një herë iku për gjithë natën në Greqi, në Maqedoni ku iku, në Maqedoni me helikopter, herën e tretë me zgjedhje. Ndaje cilën nga të treja ka Tosi. AGBV-ja e Enveri do ju duket si dyfe kallami për kalamajt asaj kohe, duke krahasuar me kompetencat dhe pathosin që kanë vullnetarët e Ramës. Dakor, mirëmëngjes Flavio, duhet që të zbatohet fjala e Namik Hoxhtit që thoshte Edi Rama zbret nga Kali vetëm në një mënyrë. Okej, mirëmëngjes nga Bari. O djalë, o sa bukur Bari. Policia vullnetare tani do arrestoj pensionistët se vetëm ata kanë ngel në Shqipëri. E ndonjëri që mund të thotë në një gjys llafi që mund të ankohet. Për shembull, ja 2 shpull aty. Pau. Një mesazh nga Suedia më thotë policia vullnetare, këta nuk janë policë, janë spion dhe patronazhistë të PPSH-s. Edhe në kohën e komunizmit kanë qenë dhe do mbeten këta kriminal spion. Sepse në Shqipëri nuk ka demokraci dhe nuk do të ketë, sa tjetër Rama në qeveri, ky popull është mësuar me dajak dhe diktaturë. Populli shqiptar nuk e ka problem me ekonominë dhe integrimin e Europë, por mendojmë për partinë që po ju pi gjakun ditë për ditë. Okej. E di që do të transmetojmë dhe jemi vonë për ca gjëra, po le të përpiqemi ti përcjell të gjitha mesazhet, pa humbur kohë. Mëngjes sot djalë grupet quheshin AVR, secili ka një teori të vetën tani. Aktivistët vullnetarë të rinisë bënin patrulla për të parë kush nxënës nuk respekton të orarin e studimit. Bravo, përshëndetje Flavio, inshallah nuk po jep urdhër i gjatë me lënë ndeshjen Serbisë, po pse nuk do e japi si urdhër. AGBV, antar i grupit bashkimit të vullnetar, mirëmëngjes Flavio. Okej, u sqarua kjo. Kjo policia vullnetare nuk është e re. Çeka në Rusi e filloi e para, në kohën e komunizmit paguheshin 1200 lekë vjetra, pastaj me rënien e ekonomisë, një pjesë prej tyre gjoja i bënë një letër të madhe dhe morën iniciativën për të bërë vullnetar. Mëngjes Flavio, po si ka mundësi me flet ky popull me gjithë këto drejta që me flet ky popull me gjithë këto gjëra që po i bën Rama? Nuk e di, na pëlqen gjumi, nuk ka ndonjë gjë të keqe. Duan ta kthejnë përsëri spionazhin vullnetar sikur kanë qenë patronazhistët që i përdorin si lecka zagat shoqërisë. Pra kjo është fiks diktatura. Ndërkohë një tjetër thotë Ramës po ecin të gjitha ato gjërat që do t'i bëj çuditë. Largimin e rinisë, shitjen e pronave të huajve, zgjedhjet si doj vet me lekë presione, me kërcënime, me djegëse që ekzistojnë, me të gjitha shkeljet. Pra çdo gjë e bën anti-shqiptare për ta zhduk popullin shqiptar. Dhe si ka mundësi që William pushtuesi ta nështrojë kaq marrësisht një popull dhe populli i hesht frikshëm. Pushtimi pra. Pushtimi. Tani, ne ku do vazhdojmë me regjia, ma konfirmoj edhe një herë lutem? Telefonat? Alo, mirëmëngjes. Urdhroni ju, zotëri. Përshëndetje. Përshëndetje, valla. Na merr malli o Flavio djalit flasëm me juve. Mirë se erdhe. Në lidhje e kam thënë dhe do ta përsërisë sa të mundem që është turp i populli shqiptar që ne kemi në krye Edi Ramën. Pse më është turp? Pse flet kështu për Edi Ramën? Po çfarë të flasëm, aman ku të hapëm barku në Bordeu që të flasëm hapur. Po çfarë është kjo punë kështuar buri dhe o çfarë kështu? Si do veja Lion.
Nuk po e di. Tani ne kemi fare eksperiencë me diktaturën në burg. Pse thua si do vjalli unë? Ne kemi parë si shkon. Edi Rama është nipi Ahmet Zogut dhe djali Enver Hoxhës. Tani ndaj mendjen mbret apo diktator? Është i kryqëzuar, i brit. A kuptoj. Në lidhje, unë ndoshta edhe bëj gabim, po them edhe disa gjëra, po që po ndodhen. Amerika, ai kanë thënë më parë që prap do bëj një vrim në ujë. Okej. Edhe me bërta parashikime ndoshta nuk vlejnë me i bë. Po bëj një, cili është? Po kjo që po ndodh në botë është lufta e tretë botërore. Okej. E kam thënë edhe e them. Dhe sa vjene do marrë zjarë, flak edhe më shumë. Një 5-6 qendra botërore ka për të plasë, keqëm keq. Dhe është turp i basim ndërkombëtare që e leja të popullin palestines në atë gjendje kaq të tmerrshme. Nuk e di. Në fund do përfundoj me ndrimin e rendit ndërkombëtar dhe në krye fuqi botërore do dalë Kina. Është e pa diskutueshme. Do ta mposhtë Amerikën. Ndaç me luftë, ndaç me gjithçka, kështu që ajo do bëhet dhe modeli do të jetë si mas Kinës. E kuptoj. Tani një sekond, sipas Kinës thua ti. Po. Në Kinë u ndërtua autostrada dhe njeriu dhe ishte një plak i vjetër aty që e kishte shtëpinë mu në mes të vendit ku do binte njolla autostradës. Dhe këta dhe nuk pranoi ta shiste shtëpinë, i ofruan shumë të mëdha dhe u detyruan që e bën gjarpëruse autostradën. Në Shqipëri do ndodhte kjo gjëja apo do e ngrinin zgupthi siç i kanë ngritur gjithë tjerët? Po. Dhe pa i dëm shpërblyer? Dhe pyetja është, diktatura kush është? Kina apo ndonjë tjetër? Apo në të Europës? Po, unë nuk po them që do të jetë kjo Kinë, do të jetë Kina e ardhme. E Mao Zedongit? Jo. Bie besim plot, domethënë. Dakor, është me shije kjo. Super Giron e ka marrë nga Mao Zedongi. E qartë, le të shpresojmë të bëjë revolucionin kulturor me Noizin. E përshëndesim zotrin. Imagjino revolucion kulturor me Noizin. Le të ndihmë se çton njerëzit në rrugë për policinë vullnetare të Ramës, miq të dashur. A janë shqetësuar, s'janë shqetësuar? Andi Llabuti ka marrë rrugët dhe doli malit dhe do të rikthehet